Ka dhëna, ka shkrime, apo ka nga gojdhanat, sa ka qenë numri pjesëmarrësve në këtë epopej, sepse epopeja është dyje më shumë ngjarje ose betejë luftarake. Shikoni, shifrat, siç thash, si çdo gjë tjetër, nuk janë asnjë njësoj. Mund të gjesh njësoj të 2-3, ku thot bie fjala ky autor ka thënë kështu. Edhe bëhen 2-3 që thonë ashtu. Por problemi më i madh është edhe kjo që thatë ju. Te numri. Dihet saktësisht në betejën në Nokshicit, kjo e para që ishte, që ka zgjatur shumë pak, ka zgjatur vetëm 3 qerek sipas traditës gojore. Tash mund shpjegoj pse ka zgjatur aq pak. Betejë në Nokshicit, pra 4 dhjetori 79, ishte një betejë ku Mark Milani, që ishte komandant i ushtrisë së Malit të Zi, një shqiptar, pra me prejardhje nga Medoni një vendbanim i territorit të Kuqit, pra të fisit Kuq, në familjen e cilit ishte folur shqip, po Marku, më thonë, nuk fliste më shqip dhe nuk thoshte më që jam shqiptar, e që i njëjtë mirë shqiptar, pra ishte një komandant shumë i zoti, dhe ata provokuan, domethënë, kufirin para Nokshicit 2 herë. Në fund të tetorit, në fillim të nëntorit, por pa sukses. Kjo ishte hera e tretë. Herën e tretë, domethënë, erdhën me një mendje, si thonë, bile s'paku ta ligin krahun këndej të plavës, pra Nokshicin me Pepaj dhe me Azhanic. Edhe në atë krah ata synonin gjithnjë që t'i afrohen plavës ma lehtë. Sepse krahu tjetër ishte ajo vija tjetër e Cemit, që i thonë dalë nga Podgorica, e që është shumë e afërt për të mbritur në Gusi, dhe anej, domethënë, e kishin forcën e barabartë, sepse pas saj beteje, domethënë kësaj të 4 dhjetorit, që zgjati shumë pak, unë do ta përshkruaj ndoshta me 2-3 fjalë, këta të anët, domethënë, kishin zënë një pozitë. Një pozitë, pra i kishin punuar ato istikamët, si u kanë thënë, apo llogore, dhe e prisnin domethënë sulmin. Dhe kur erdhi Marku, kaloi lomin lim të ura, ose ka kaluar në va, dhe erdhi edhe unë gjithë. Po e ditur se, domethënë, i pret, domethënë, ushtria vullnetare. Dhe natyrisht, ata kur unë gjithën, këta dolën nga istikamet, dhe Marku, tha, para se mu pre me juve, Rugov thot, para se mu pre me juve, thot, unë e du Mejdanin. Dhe natyrisht, këto 2 bajraqet e Rugovs i kishin Mejdan gjitë vetë, pra ta që banin 2 luftimet të suksesshme, dhe natyrisht ndërta më i suksesshme ishte Ademi, pra Ademi Sufi, nga familja Regja e Shkrelit të Rugovës, ishte burr 41 vjeç, dhe doli, Mali Zi, Marku pra qiti më të mirin që kishte, nanën tjetër atje, largësia ishte dikon 150-200 hapa, ato ushtri, domethënë, që u afruan kështu me hapa, sipas matjes së atyre që kanë marrë pjesën në betejë, meqense kanë pasur fatin burime A, të kemë para 50 vjetësh, edhe pak më shumë, kohën kur kanë filluar të mbledh shënime, dhe tash, thotë, i provuan të gjitha ato stilet që u themi nësot në të sportit apo jo të mundjes, siç janë mu ka shtatas bje fjala, rripas, gjonjas e tjera, dhe kjo rëzoj, thot kundërshtarin, e marrë zap, ja preukryet, si pas traditës së moqme, dhe natyrisht, këta i thanë, të lumë dora dhe Misufi, Mali Zi, thot e uli kryet, Marku foli shpejt, më njëherë shpejt, thot edhe tha, Mali Zi, thot që në kryet për pjetë, nuk o fitore një më kur nja, e du Mejdanin e dytë. Ademi doli përsëri, e qëtën kundërshtarin, një bratën në Zhiqas, atë erdhoj shpejtja pre u kryet, Marku prap, u tha vetëve, që një kryet për pjetë, nuk o fitore 2 më kur nja, e du Mejdanin e tretë. Ademi doli prap Mejdanin e tretë, edhe prap fitoj, 3 herë fitoj,